Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga supat më të shëndetshme, të pasura plot me proteina dhe vitamina dhe mbi të gjitha është shumë e thjeshtë në përgatitje me pak përbërës dhe do ju marr vetëm pak minuta. Fillojmë pa humbur kohë. Në tenxhere do shtojmë 2 lugë vaj ulliri, një qep të prerë holl, një karotë e prerë në rende, e grirë në rende, dhe bashk do t'i skuqim derisa të zbuten të 2 perimet. Pasi janë gati, do shtojmë rreth 200 gram spinaq të prerë shumë holl dhe do vazhdojmë skuqjen edhe për pak derisa të bjerë volumi. Pasi është gati, do shtojmë një lugë çaj krip dhe ujë e vendosim të zjej. Nëse dëshironi, mund ta përgatisni edhe me lëng mishi. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Ndërkohë, në një tjetër end do shtojmë 3 lugë gjelle kos, një të verdh veze, një lugë miell dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Mos harroni pak lëng limoni, të cilin unë dësha harrova, të them të drejtën, dhe i cili ndihmon në heqjen e aromës së vezës, por i jep edhe shije shumë të mirë. Do shtojmë pak nga lëngu i supës duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të mos na pritet veza dhe pasi është gati do t'i bashkojmë të dyja masat. Unë kam shtuar edhe djathë të shkrirë për më shumë shije dhe për më shumë proteina dhe do ta vazhdojmë gatimin edhe për pak në zjarr të ngadaltë sa të tretet djathi dhe masa të trashet pak. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. Siç e shihni, supa është gati. Nuk besoj se ka ndonjë supë më të thjeshtë se kjo. Shoqëroj me pak vaj ulliri sipas dëshirës. Si ju duket kjo recet? Nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!